Ndërmarrja publike komunale në Gostivar ka njoftuar qytetarët se uji nga rrjeti ujësillësit aktualisht nuk është i sigurt për konsum. Sipas njoftimit zyrtar, ndërmarrja po realizon aktivitete të domosdoshme teknike me qëllim të përmirësimit të sistemit të furnizimit me ujë dhe rritjes së presionit në rrjetin e ujësillësit. Si pasojë e këtyre punimeve, cilësia e ujit mund të jetë kompromituar, ndaj autoritetet apelojnë që qytetarët të mos e konsumojnë ujin e qezmës. Për sigurinë tuaj, këshillojmë qytetarët rreptësisht të përmbahen nga konsumi i ujit të qezmës deri në njoftimin vijues, thuhet në njoftimin e ndërmarrjes publike komunale. Pas përfundimit të punimeve teknike, do të realizohen analiza të plota laboratorike për të verifikuar cilësinë dhe sigurinë e ujit. Vetëm pasi rezultatet e konfirmojnë se uji plotëson të gjitha standardet shëndetësore dhe të sigurisë për konsum, do të publikohet një njoftim i ri për qytetarët. Nga ndërmarrja publike komunale, falenderojnë qytetarët për mirë kuptimin dhe bashkëpunimin gjatë kësaj periudhe, duke theksuar se punimet po kryen për të përmirësuar infrastrukturën lokale të ujësillësit.